Horoskopi 19 shkurt 2026. Një ditë plot emocione dhe mundësi. 19 shkurt 2026 shfaqet si një ditë që mund të ndryshojë mënyrën se si përjetoni jetën tuaj personale dhe profesionale. Yjet dhe planetet po ndikojnë fuqishëm në energjinë e çdo shenje, duke sjellë mundësi për të thelluar lidhjet, për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të shfaqur anët më të mira të vetes. Pavarësisht nëse jeni në një lidhje të gjatë, beqar që kërkoni dashurinë, ose dikush që synon suksesin profesional, sot nuk do të mungojnë surprizat. Disa shenja do të ndihen të frymëzuara dhe energjike, ndërsa të tjerët mund të përballen me sfida që kërkojnë qetësi dhe mençuri. Ky horoskop është krijuar për t'ju udhëhequr përmes dashurisë, marrëdhënieve, shëndetit dhe financave, duke i ofruar këshilla praktike dhe parashikime që mund t'ju ndihmojnë të merrni vendimet e duhura. Sot është një ditë për të qenë i vëmendshëm ndaj detajeve, për të shfrytëzuar energjitë pozitive dhe për të përballuar çdo sfidë me qetësi dhe guxim. Lexoni më tej për të gjitha shenjat e zodiakut dhe zbuloni se çfarë mund t'ju sjellë kjo ditë e veçantë. Dashuria dhe marrëdhëniet. Një dashi. Dashi, dita e sotme sjell një energji të jashtëzakonshme për marrëdhëniet e tua. Nëse je në një lidhje, ndjenja e pasionit dhe dëshira për aventura romantike do të jenë në kulmin e tyre. Partneri yt mund të surprizohet nga iniciativat e tua të papritura, ndoshta një udhëtim i shkurtër apo një mbrëmje romantike në shtëpi me atmosferë të veçantë. Për beqarët, yjet paralajmërojnë takime të papritura që mund të ndryshojnë jetën tuaj sentimentale. Një person nga një rreth i ri shoqëror do të tërheqë vëmendjen tuaj, duke krijuar mundësi për lidhje të qëndrueshme. Kujdes nga impulsiviteti, emocionet mund të jenë të forta, por njohja e mirëfillt kërkon kohë. 2 Demi. Demi, energjia e sotme ju inkurajon të reflektoni mbi marrëdhëniet ekzistuese. Mos u trembni nga debatet e vogla, ato mund të çojnë në kuptime më të thella. Një diskutim i hapur dhe i sinqert me partnerin mund të sjellë qartësi dhe harmoni. Beqarët do të ndihen tërhequr nga njerëz që tregojnë pjekuri dhe stabilitet emocional. Një takim virtual ose një takim i rastësishëm mund të shndërrohet në një lidhje serioze. Sot është një ditë ideale për të shprehur ndjenjat tuaja pa frikë. 3 Binjak. Binjak, energjia e komunikimit është në kulmin e saj sot. Për çiftet, kjo është një ditë e shkëlqyer për të ndarë mendime, ëndra dhe shqetësime. Ndjenja e kuptimit reciprok do të rritet dhe partneri do të vlerësojë sinqeritetin tuaj. Beqarët mund të kenë takime interesante përmes miqve ose rrjeteve sociale. Një person i veçantë do të shfaqet në jetën tuaj, por mos nxitoni, njohja e mirëfillt kërkon durim dhe vëmendje ndaj detajeve. 4 Gaforia. Gafore, ndjenja e intimitetit dhe lidhjes emocionale do të jetë kryesore sot. Çiftet mund të përjetojnë momente të forta të bashkëpunimit dhe mbështetjes reciproke. Një surprizë e vogël romantike do të forcojë lidhjen dhe do të krijojë kujtime të paharrueshme. Beqarët do të ndihen tërhequr nga njerëz që tregojnë kujdes dhe mirëkuptim. Takimet që fillojnë sot kanë potencial për të zgjatur dhe për të ndërtuar një lidhje të thellë emocionale. 5 Luani. Luan, sot është një ditë e shkëlqyer për të shfaqur karizmën dhe pasionin tuaj. Çiftet do të ndihen të inspiruar për të përjetuar aventura të vogla romantike dhe për të eksploruar emocionet e tyre në mënyra të reja. Një ndjenjë e madhe lumturie mund të shfaqet gjatë bisedave të sinqerta me partnerin. Beqarët do të kenë një ditë të favorizuar për flirt dhe takime sociale. Një person i veçantë mund të ndjejë tërheqje të menjëhershme ndaj energjisë suaj. Përfitoni nga kjo ditë për të bërë hapin e parë, por mos harroni të jeni të vëmendshëm ndaj sinjaleve që merrni. 6 Virgjëresha. Virgjëresha, dita e sotme sjell një fokus mbi harmoninë dhe përkujdesjen në marrëdhënie. Çiftet mund të përjetojnë një ditë të qetë dhe të këndshme, ku komunikimi i qartë dhe ndjenja e respektit reciprok do të jenë kryesore. Beqarët mund të takojnë dikë përmes aktiviteteve të përbashkëta ose komuniteteve të zakonshme. Një qasje kujdesshme dhe e matur do të jetë çelësi për të ndërtuar një lidhje të qëndrueshme. Karriera, financat dhe zhvillimi personal. 1 Dashi, karriera dhe financat. Dashi, energjia e sotme është perfekte për të marrë iniciativa të reja në karrierë. Planetët tregojnë se mund të ndiheni më të guximshëm dhe të vendosur për të provuar projekte që deri tani keni parë si sfida. Është një ditë e shkëlqyer për të marrë vendime që kërkojnë aksion të shpejtë dhe vendosmëri. Në financa, është rëndësishme të shmangni investimet impulsive. Megjithse mund të shfaqen mundësi që duken premtuese, analiza e kujdesshme dhe këshilla nga ekspertët do të jenë çelësi për sukses.
Një qasje e matur do t'ju ndihmojë të stabilizoni situatën dhe të krijoni një bazë të fortë financiare. Në zhvillimin personal, sot është dita ideale për të reflektuar mbi aftësitë tuaja dhe për të mësuar diçka të re. Një kurs online, një libër apo një mentorim mund të sjellë ide që ndryshojnë rrjedhën e karrierës suaj. Mos e nënvlerësoni fuqinë e njohurive të reja. Ato mund t'ju japin avantazh ndaj konkurrentëve. 2. Demi, karriera dhe financat. Demi, kjo ditë kërkon qetësi dhe planifikim të kujdesshëm. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të jetë vendimtar për sukses. Mund të lindin konflikte të vogla, por mënyra se si i trajtoni mund të forcojë autoritetin dhe besueshmërinë tuaj. Mos e neglizhoni rëndësinë e komunikimit të qartë dhe të hapur. Sa i përket financave, Demi duhet të jetë i kujdesshëm me shpenzimet e papritura. Planetët paralajmërojnë mundësi për të rritur të ardhurat, por kjo kërkon durim dhe disiplinë. Investimet afatgjata apo kursime strategjike mund të jenë më të frytshme se sa lëvizjet e shpejta. Në aspektin e zhvillimit personal, sot është dita e reflektimit. Analizoni situatat ku mund të përmirësoni aftësitë dhe njohuritë tuaja. Një ditë për meditim, planifikim dhe përcaktimin e objektivave afatgjata do të ketë ndikim të madh në suksesin tuaj të ardhshëm. 3. Binjakët, karriera dhe financat. Binjak, dita e sotme sjell energji të lartë intelektuale dhe krijuese. Në karrierë, kjo është mundësia perfekte për të prezantuar idetë tuaja dhe për të impresionuar kolegët dhe shefat. Mos kini frikë të tregoni aspekte të reja të aftësive tuaja, inovacioni do të shpërblehet. Financat kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Edhe pse mund të ndiheni të sigurt, kontrolli i shpenzimeve dhe planifikimi i investimeve janë thelbësore. Një përqendrim në përfitime afatgjata do t'ju ndihmojë të shmangni rreziqet e panevojshme. Në zhvillimin personal, sot është koha për të eksploruar njohuri të reja dhe për të zgjeruar horizontet tuaja. Një punë seminar, një libër i ri ose një mentorim mund të sjellë ide që ndryshojnë rrjedhën e karrierës tuaj. Binjakët që pranojnë sfidat me kuraj do të shohin rezultate të menjëhershme dhe frytshme. 4. Gaforja, karriera dhe financat. Gafore, dita e sotme është e favorshme për stabilitetin dhe planifikimin e qëndrueshëm. Në karrierë mund të lindin mundësi për të marrë role udhëheqëse apo për të demonstruar aftësitë tuaja në projekte të rëndësishme. Bashkëpunimi dhe empatia me kolegët do të jenë çelësi për sukses. Financat duket se kërkojnë mençuri dhe maturi. Sot nuk është koha për investime të rrezikshme. Përkundrazi, fokusohuni në kursime, planifikim dhe rritje të menaxhimit financiar. Kjo qasje do të sjellë siguri dhe do t'ju ndihmojë të shmangni stresin e panevojshëm. Në zhvillimin personal, ndjekja e aktiviteteve që rrisin vetbesimin dhe aftësitë tuaja do të ketë efekt pozitiv. Njohja e vetes, meditimi dhe planifikimi i qetë do t'ju ndihmojnë të përballoni sfidat dhe të përparoni në karrierë. 5. Luani, karriera dhe financat. Luani, yjet favorizojnë iniciativën dhe ambicien tuaj. Në punë, kjo është dita për të marrë projekte të reja dhe për të treguar leadershipin tuaj. Ndjenja e karizmës dhe aftësia për të frymëzuar të tjerët do të sjellin rezultate të shkëlqyera. Financat duket se do të kenë mundësi për të rritur të ardhurat, por kërkohet strategji dhe mençuri. Shmangni vendimet impulsive dhe fokusohuni në investime të qëndrueshme që mund të sjellin përfitime afatgjata. Në aspektin e zhvillimit personal, kjo është dita për të forcuar aftësitë dhe njohuritë. Njohuritë e reja ose përvoja e fituar sot mund të sjellë avantazh konkurrues. Luanët që fokusohen dhe angazhohen në vetëpërmirësim do të shohin përfitime të menjëhershme në karrierën dhe financat e tyre. 6. Virgjëresha, karriera dhe financat. Virgjëresha sot kërkon qetësi dhe organizim. Në punë, detajet do të jenë vendimtare për suksesin tuaj. Çdo projekt që kërkon përqendrim dhe saktësi ka gjasa të shpërblehet. Komunikimi i qartë me kolegët dhe udhëheqësit do të rrisë reputacionin tuaj profesional. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Monitorimi i shpenzimeve dhe investimeve të vogla, por të qëndrueshme do të sjellë stabilitet dhe siguri. Virgjëresha që ndjekin strategji afatgjata do të ndihen të qetë dhe të mbrojtura nga surprizat financiare. Në zhvillimin personal, sot është dita për të përmirësuar aftësitë dhe për të ndërtuar disiplinën. Njohuritë e reja dhe praktika e qëndrueshme mund të sjellin avantazh në çdo fushë të jetës suaj. 7. Peshorja, karriera dhe financat. Peshorja, energjia e sotme ju favorizon në marrëdhënie profesionale dhe mundësi të reja pune. Në punë, komunikimi dhe aftësia për të negociuar do të jenë thelbësore. Mund të lindin situata ku duhet të ndërmjetësoni midis kolegëve ose partnerëve,
dhe qetësia juaj do të bëjë diferencën. Në financa, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të vendosur prioritetet. Mund të shfaqen mundësi për të rritur të ardhurat përmes projekteve të reja ose investimeve të mençura. Qëllimi kryesor është të siguroni stabilitet dhe të shmangni vendimet impulsive që mund të shkaktojnë stres. Në zhvillimin personal, kjo është një ditë për të reflektuar mbi aftësitë tuaja të organizimit dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm. Njohja e vetes dhe vendosja e objektivave të qarta do t'ju ndihmojë të ecni përpara me besim dhe siguri. 8. Akrepi, karriera dhe financat. Akrepi, fuqia juaj e fokusit dhe intensiteti i emocioneve ju bëjnë të jeni jashtëzakonisht efektiv sot. Në punë, ndjenja e pasionit dhe vendosmërisë mund të çojë në përparim të madh. Një projekt që keni mbajtur në pritje mund të marrë hovë dhe të sjellë rezultate të dukshme. Financat kërkojnë kujdes. Një qasje strategjike dhe e matur ndaj investimeve do të sjellë stabilitet. Sot nuk është dita për të marrë rreziqe të mëdha, por për të planifikuar dhe për të siguruar rrjedhën e ardhurash. Në zhvillimin personal, akrepat mund të përfitojnë nga momenti për të forcuar vetbesimin dhe për të nxjerrë në pah talentet e tyre. Meditimi dhe analiza e zgjedhjeve të mëparshme do të ndihmojnë të merrni vendime më të mençura për të ardhmen. 9. Shigjetari, karriera dhe financat. Shigjetari, sot është një ditë e favorshme për të eksploruar mundësi të reja dhe për të marrë vendime të guximshme. Në punë, iniciativa dhe kreativiteti juaj do të dallohen dhe mund të hapin dyer për projekte të reja. Mos kini frikë të pranoni sfidat që vijnë nga pozicione të reja ose role më të përgjegjshme. Financat duket se do të kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Edhe pse mund të shfaqen mundësi për të rritur të ardhurat, analiza e kujdesshme dhe planifikimi afatgjat do të jenë çelësi për sukses. Shigjetarët që fokusohen në rritje të qëndrueshme financiare do të ndihen më të qetë dhe të sigurt. Në zhvillimin personal, është dita për të eksploruar aftësitë dhe njohuritë e reja. Një kurs i shkurtër, leximi apo mentorimi mund të sjellë ide që ndikojnë direkt në avancimin tuaj profesional. Kuraj dhe zgjuarsi do t'ju ndihmojnë të kapni mundësitë që ndodhen përpara. 10. Britsjapi, karriera dhe financat. Britsjapi, sot duhet të fokusoheni në disiplinën dhe organizimin tuaj. Në punë, përpjekjet e qëndrueshme dhe profesionalizmi do të shpërblehen. Një projekt i komplikuar ose një përgjegjësi e re mund të sjellë mundësi për të treguar aftësitë dhe për të fituar respektin e kolegëve. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Sot nuk është koha për veprime impulsive. Përqendrimi në kursime dhe investime të sigurta do të ndihmojë të krijoni stabilitet. Britsjapët që ndjekin strategji afatgjata do të ndihen më të sigurt dhe të qetë. Në zhvillimin personal, kjo është një ditë për të ndërtuar aftësi dhe për të përmirësuar performancën. Njohuritë e reja, praktika dhe reflektimi mbi gabimet e kaluara do t'ju ndihmojnë të përparoni në mënyrë të qëndrueshme. 11. Ujori, karriera dhe financat. Ujori, kreativiteti dhe intuita juaj do të jenë fuqishëm prezente sot. Në punë, ide të reja dhe qasje inovative mund të krijojnë mundësi për projekte që kanë potencial të lartë. Bashkëpunimi me të tjerët dhe ndarja e vizionit tuaj mund të sjellë rezultate të menjëhershme. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve të panevojshme. Një plan i qartë dhe analiza e mundësive do t'ju ndihmojë të stabilizoni situatën. Përfitimi nga mundësitë e duhura dhe shmangia e rreziqeve të panevojshme do të sjellë përfitime afatgjata. Në zhvillimin personal, është një ditë ideale për të eksploruar njohuri të reja dhe për të zgjeruar horizontet tuaja. Kur merrni vendime me mendim të qartë, kjo ditë mund të sjellë avantazh të madh në të ardhmen. 12. Peshqit, karriera dhe financat. Peshqit, sot është një ditë e favorshme për të forcuar stabilitetin dhe për të ndërtuar besim në aftësitë tuaja. Në punë, fokusimi dhe organizimi do të jenë çelësi për sukses. Çdo sfidë mund të përballohet në mënyrë efektive me qetësi dhe strategji. Financat kërkojnë mençuri dhe planifikim. Kontrolli i shpenzimeve dhe kursimi i mençur do të sigurojë stabilitet dhe do t'ju ndihmojë të shmangni stresin. Peshqit që ndjekin një qasje të matur dhe strategjike do të ndihen të qetë dhe të sigurt. Në zhvillimin personal, kjo është një ditë për reflektim dhe rritje të brendshme. Meditimi, planifikimi qëndrueshëm dhe vendosja e objektivave të qarta mund të ndikojnë pozitivisht në avancimin dhe stabilitetin tuaj.